ti shoh fëmijët në shkollë na. Ti vonë me hangër po. Se për pampersa pak që sa në shtëpi diskutojnë. Te për harxhin e shtëpisë na. E kam fjalën për burrat. Në shëtitje, në ekskurzione na. Ajo thot kam tërmend thot se tash është në punë edhe ajo. Po do të më shku në punë thot shko ti merr me ata, ti kryesh ata, ti merresh ata. Vish me pjell, më falë shprehje, vish me pjell se si na të pjell. Tani valla pse s'po bani fëmijë përpara e kena bën ka 7-8 fëmijë, ka 10 fëmijë. Ku mi bën 7-8 fëmijë? Shona shkoj te kopshti i fëmijëve. Këtë burra jena përpara kopshtit, përpara çerdhës. Shkoj te shkolla, këtë burra jena. Shumë Kujt e bote atë barazi, bollmine ko hoç. Shumë gabim është mos me bë fëmijë. Po na ti rrit nga burrat më. Sepse aty që për mojnë barka, na mi rrit për hala pa dal fëmia në këtë botë kur i bën 120 ditë në barkun e nanës, si mas fjalëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i caktohet gjinia, i caktohet rreziku. Nuk ka kush në këtë botë, dikush ka menduar për shembull që filan fukareja merre me men 7 fëmijë apo 7 djel. Mirë, po kështu rësad, që shuboj? Dë në Gjermani, një në Zvicër, një tjetër në Kanadë, e tjetëri të shpia, e të natë mirat e Zotit. S'ka kush që vjen këtë dynje që nuk vjen me rizk vetë. Zoti është taj rëzak anil alemin, i është qenë peshqit nuj, i është qenë e ke pa për shamë shpend. Kush është qenë plumave tegëre, zëgjve, tirave, në mbromje, atë gushëm plët, në mëngjes këjtë thotë, ka hegjojnë. Allahu Azza wa Jall është rëzak. Simon, a pajtoni se kam një video, mësim të femrat, një prej liderëve apo njerëzve të ofër të kamenit, se çka mendon për femrat. Kur jemi të femra, bëdën, thash të angujmë çka thot ai. Kuq? و یک قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه که مردا وحشت نکنن این زنها رو به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر. E një të dhe vetë, tha, grota janë si lupt, tha, veç i ka falë, dhe me thonë për mjë afro burrit, për një që tha janë si dele, si lupt. A pajtu është? Jo, hiq. As nuk ka fjallë e Allahut, as nuk ka fjallë e pejgamberit, femna është zoj, femna është kuror, kë, ka i ka marrë këto fjallë, që i ka marrë nuk e di, mirë po bazë, në mësime fetare nuk kanë as një tru. Edhe në shta këto e ka po delja mu për vetin nona. Nuk e di ku më lefosa, ku ka marrë këtë farë mendimi. Me ofendu ma shumë. Megjithse, shembull për bëj adi, shpesh herë thot feja islame, shembull për bëj, i ka marrë, domethënë me i marrë 4 gra, nuk kallëzova për shka me i marrë 4 gra, kur shembull për bëj, kur ka femna ma shumë, mos me i lon rrugëve, mos me i lon pa burr, mos me i lon me vujt, se i ka vdek burrin luftë, çka po di shembull për bëj me jetima. Mirë po, më vje keq, shembull për bëj që edhe në kanun shkruan burri për 7. E këto se thënë hallka, janë ma shumë 4 a 7. Në kanun duka gjini thënë burri për 7 gra. Tani ka një herë dikush për shembull deshta ta them këto që thot një grua, po kur ka burri për 4 gra, unë na shtajem për 10 burra. Një për një mahall. Ha, mirë po. Gruaja që shka me një burr, dihet i ku e qaj fëmi. E kur gruaja shka me 2 burra, ku mi di tani kujna është, do të me bëha dënë aty. E për ata Allah